Kryeministri Edi Rama gjatë një fjalimi para studentëve në Kolegjin e Europës në Bruges të Belgjikës u bëri një këshill interesante të rinjve, të kenë gjithmonë një mik shqiptar. Ne urrim besnik miqësive, siguroni që të keni një mik shqiptar. Ju ndoshta mund të mos keni kur nevojë për të, por një ditë, në një orë, kur ju duhet dikush, një shqiptar do të jetë i pari që do të vrapojë drejt jush. Tha Rama, duke përmendur edhe Federica Mogherini, e cila sipas tij do pasaport shqiptare. Shefi i qeverisë foli edhe për ndryshimin e perceptimit ndërkombëtar për Shqipërinë, duke theksuar rritjen e numrit të turistëve. Në një hakmarrje të ëmbël me të shkuarën, Shqipëria është sot një nga vendet më të vizituara në Europë. 12 milion vizitorë në vit është diçka shumë e madhe, u shpreh Rama. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.